Zoti Korto, që mendoni që pas pezullimit të vizave me shqiptarët do vi dhe një vendim më i fortë për të pezulluar vizat e politikanëve shqiptarë? Nëse më pyet mund të kisha thonë që politikanë shqiptarë do të më pas qenë të parë që mund ndalu më ardhën këtë vend. Përjet, pik. Ata e meritojnë domosë se një prej pasojave që ndoshta shqiptarët dënohen për këtë gjë është pasoja e qeveritarëve shqiptarë që kanë udhëheqë vendin në këto 35 vite të fundit. Ata duhet me qenë e ke sa dush, domosë që nga 90-ta edhe deri tash sa dush politikanë shqiptarë që kanë ardhur kanë gjetë strejnë në Amerikë. Njerëz që kanë bërë edhe korupcion në Shqipëri kanë hapë edhe biznese këtu. Kështu që këta duhet me qenë të partë në listën e para gjithë këtyre 75 vendeve që janë. Atë domosë nuk e diskutojnë në mënyrë më kategorike. Ata duhet me qenë njerëz që dënohen për këto, jo vetëm në Amerikë, po edhe në Angli, edhe në Evropë, as i vend tjetër mos milon, hiç, zero. Ata meritojnë në vërtet gjithë ata që kanë ly durt me para në Shqipëri, domthonjë që akuzohen për korrupsion ose kanë vjedh, ata meritojnë në vërtet mos me qenë jo në politikë, po meritojnë me qenë të izolum, me i pague atë çka ju kanë marrë populli shqiptar. Që është vendosur që me datë 28 janar do të mbahet dhe, po themi, mbledhja e këshillit mandateve lidhur me imunitetin e Belinda Ballukut. Mendoni që Rama do të vendosë që ta dorëzoj Belinda Ballukun dhe ta arrestojë nga Spaku? Disa herë kam përsërit, unë nuk kam asnjë lloj besimi ke Spaku. Kush është Spaku? Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë, Belinda është zëvendëse e tij, ministra, të gjithë. Spaku është një person i edukum në Shqipëri, ose ka bë një, se di atë backgroundin e këtyne, biografinë e këtyne Spakut, por di që ka edhe prej atyre që kanë qenë hetusa të në kohën e Amizadis, në kohën e Vërës. Di edhe për këtë që domon ka nga ato që janë akoma aty. Nuk do të thonë kjo që është diçka e keqe, por thjesht kanë qenë shërtor të sistemit të atëhershëm, edhe kanë dënuar njerëz. Domon vetë fakti që ata njerëz kanë qenë pjesë e sistemit nuk duhet me pas qenë sot me drejtu Spakun. Tash i dim ke Spaku. Kur kryeministra e Shqipërisë akuzohet për miliona dollar, kur kryeministri i Shqipërisë, domon me afera korruptive në këto 13 vitet e fundit, domon nuk ka asnjë javë që nuk shkon që del një aferë korruptive, ty ja fillu që nga antarët e thjesht bashkive në përrethe e deri ke kryeministria. Edhe një person që nuk del edhe nuk jep dorëheqje, domthonjë që gjitha këto afera korruptive, atëherë çfarë pret prej Spakut? Kur Spaku është thjesht një qytetar, sikur se është Edi Rama, sikur se është Belinda Balluku, sikur se është Tavlon Balla. Ai Spaku kur ai shkon e bën një punë ndoshta për $5,000 ose $10,000. Ta marrim kështu thjesht. A mendon ti se Spaku nuk do e falin Belinda Ballukun nëse Belinda e thot, okay, unë kam vjedh $200 milion. Ti jap një $2 milion dhe më shpëto. Mendon ti se Spaku s'po e bën gjë? E kur më thonë ta Spaku është i Amerikës, e pagun Amerika, ora Amerika nuk të rrin ke shpinë aty. Nuk të rrin ke shpinë. Amerika ndoshta ta jep një fond ose një këshill ose një të sugjeron diçka në lidhje me drejtsinë ose se si mundesh me arrit me dominu me gjetë atë korrupsionin ku kanë bërë qytetarët, por në fundit ti ai kryetari i Spakut dhe prokurorët e Spakut shkojnë e flenë në shtëpiat e tyre në Tiranë. Kështu që mu më duket shumë shaka kur thonë që Spaku, kur kryetari i gjithave është
në çështje që përveç tradhtisë kombëtare, nuk e di se ç'a mundet me bëj Edi Rama tjetër. Nuk e di. Atë tradhtin kombëtare s'kam arrit me kapsë dhe nuk e dihet atë lidhje e fshehta me Vučićin, me Greqinë, me këto vende që nuk kanë qenë, ose me Francën që asnjë s'kanë qenë afër Shqipërisë. Por me gjithë aferat korruptive, Shqipëria s'ka pas shtet mas 90-s. Këta duhet me pranu. Nuk ka pas shtet konsolidum. Ka bo përparime në raport me drejtsin, me drejtet e njëriut, por masi morën këta të majtit, Partia Socialiste çdo gjë ka degenerua, aty është amulli, aty nuk mundesh me zgjedh drejtën tonë. Prandaj ikin shqiptar çdo moment, se nuk e gjajnë vetveten, nuk e gjajnë të drejtën, nuk respektohet meritokracia i Zotit. Aty është thjesht një shtet që është kthy sot, është bërë sikur se janë Kolombia, Meksika, një vend i lidhur me drogat, me terrorin, gjithse kush është i fiksuar nga njerëzit që kanë pushtet, që kanë para, atë janë me metodën më të lirë për me ikin, pse? Se nuk e gjajnë veten, pranojnë me humbë çdo gjë që kanë arrit si me biznes, si me edukim, çdo gjë e lanë nga mrapa thjesht se jeta është shumë e shkurt. Nuk mundesh me priti 300 vjet ose 200 vjet derisa të bëhet një qeveri. Por, në fund fundit, populli, ai është që e bën atë lloj qeverie. E bëja, ai populli ënë që ka ndërtu atë lloj shoqërie me korrupsion, me rrushvete, me gjona domon që nuk i shef në asnjë vend të një shteti që është i konsoliduar. Një drejtësi domon që paguhet, një drejtësi që paguhet. Përderisa në Shqipëri, kriminali, njeriu që akuzohet për korrupsion, ose njerëz që kanë ikë nga drejtësia, tashi ajo reforma që thonë ta drejtësi, ka prek njerëz që ndoshta kanë qenë jo po, domon nuk kanë qenë me Ramën, kanë qenë ndoshta shumica kanë qenë verior, domon që nuk kanë pajtuar me ato, por kesa dush që kanë bërë korrupsion, kanë vjedh. Drejtësia shqiptare ka vjedh për 30 vite. Atër këto njerëz, pse janë të lirë sot? Pse janë të lirë? Lej politikantë, se këtë është ke drejtësia. Këta njerëz sot janë avokat. Këta shkojnë e bojnë ndërmjesimin mes palëve që janë në gjykatën, në prokurori, edhe gjyqtarëve ose prokurorëve. Domthon, për çfarë drejtësie po flasim këtu? Për çfarë shteti po flasim? Atër gjitha këto gjëra se njerëz nuk i shohin vetëm për citaze, por duhet me kap ke themeli. Themeli një shteti është drejtësia. Themeli i një shteti me funksionuar është drejtësia. Aty drejtësi në Shqipëri nuk ka. Kur ti ke prokuror, gjyqtar, hetus, që nga policia, që secili në atë pozitën e vet është mundu ose ka nxjerr diçka nga ajo pozitë që ka. Morë thjesht edhe po se pa të nxjerrë në mënyrë monetare, e ka nxjerrë me një drek ose me një favor që ka shku ke spitali dhe ka njohë se është policë ose diçka. Është shumë e habitshme, domthon se si funksionon Shqipëri kjo gjë, domthon është tepër e theksuar. E kush e bën? E bën populli bashkë me se pjesë e popullit janë edhe drejtësia, edhe hetues, edhe un kam qenë pjesë e atij populli. Por kur e pash domthon që për 4 vite në kruj, për 4 vite rresht, çdo gjë u shiste në prokurori edhe në gjykat. Absolutisht, domthon njerëzit flishin, pagova këtë, pagova atë, pagova këtë, sot komplet ajo pjesa që ka qenë në kruj, disa janë akoma në punë, në për vende të ndryshme, një pjesë tjetër janë avokatsh, domthon që bajnë vetëm dilla, domthon thjesht bajnë sa kushton kjo çështje, kushton $200,000, okay, ti jap unë 100,000, i merr i japim gjyqtarit edhe 100,000 marr për vete. Kaq thjesht. Kështu që po s'qen një vend, domthon po s'qen drejtësia aty ku duhet, unë nuk besoj as ke Spaku, as nuk besoj ke Belinda, as ke Rama, pasi nëse Rama do lëshoj Belindën,
faktikisht prap është në favor të Ramës. Pasi Rama del edhe thot që drejtësia po godet krahun tim, si që boni me Veliajn. Rama i shet kur e shef që nuk ka asnjë lloj rrugzidhje. Domthon në atë moment Rama e hedh poshtë. Domthon siç ja boni Veliajt, siç ja ka bërë shumë tjerëve. Bashkëpunon me ta, ja shansin e thot, okay, kjo është e jotja, ty bë qa dush, vjedh sa dush, ma jep atë pjesën teme, po të zun, ti do pagush. Edhe a ka në një logjik morale, domthon një kryeministe që zëvendësi ti sot është narrati e boni 4 intervista në për media shqiptare edhe tregon hapun, domthon gjitha aferat korruptive, Edi Rama nuk bën asi lloj prononcimi. Por Shqipëria kështu ka shku, domthon ato njerëzit e lig, ato njerëzit e pa drejt, gjithmonë kanë qenë në pushtet, njerëz që nuk e kanë dashur ta them vendin e tyre, se ti kur nuk e don vendin ton, atëherë domthon fakti ti kur vjedh, nuk jap drejtësinë, nuk jap ligjin, këto të gjëra domthon që ti thjesht nuk e don vendin ton. Nuk e don vendin ton. Atëherë çfarë respekti duhet me pas shteti amerikan për ty? Po flasim shteti që themi që është një shtet i madh dhe është shteti i bazuar ke emigrantët. Kështu që përdesa në Shqipëri drejtësia të jetë e shantazhuar, kuptimin e fjalës jo shantazhuar, sa e drama ndoshta nuk i thot atij kryetarit Spakut do të vras, por e shantazhon me vend pune, ose e shantazhon mes tjerëve, sikur ka shantazhua Ahmetaj me tekste kërcënim familjes, i ka ato mashët e tjera që i përdor, atëherë njerëzit normalisht do stepen se jeta është një herë, nuk është dy herë. Nuk ka prokuror ose nuk ka njerëz aq avdetar Shqipëria sikur se kanë qenë njerëz në përbotë që kanë dhënë jetën për vendin e tyre. Nuk e besoj që ka. Domthon paktën këtë kohë jo. Përpara ndoshta ka pas, por sot për sot jo, nuk edhe është fatkeqësi në vërtet. Është fatkeqësi kur e shef domthon që një popull vazhdon të vidhet për çdo sekond, çdo minutë, është një lloj sikurse ta zafrime, nuk ke ku mu ankue, nuk ke asnjë lloj rrugzidhje, pse mediat i kontrollon, njerëzit ta shikosh vetëm YouTube. Nga këto kanalet kryesore që janë kanalet shqiptare, domthon që japin politik në favor të Ramës 24 orë, edhe një syri televizion që është, po flasim, pak më liberal është ka ana e partisë opozitare. I ke njerëz të caktuar ose edhe në Facebook që janë me akanta falso. Nëse i shikon janë me akanta falso, si në YouTube, si në Facebook, si në Instagram, domthon që në atë ditë bajnë propagandë edhe t'ja shikosh, domthon shumica e tyre janë mbi emra që nuk ekzistojnë në Shqipëri. I kanë nga 30, 40, 100, 200, 500 shok që unë paka shumë kam bagi njerëz që i kam Facebook edhe nuk më dalin pothuajse asnjë common friends, domthon friend ashtu shok përbashkët. E si duket, kjo është thjesht ajo propaganda që Rama, qeveria Ramës, jo Rama ndoshta personalisht nuk e shunaj me asnjë, po i ka njerëz që merren me atë punë, që njerëz që paguhen prej mesit deri në darkë me bo opozit në media sociale, me fol vrerë. Unë i shoh komente që njerëzit i bojnë ke kanalin, edhe ke kanali, ke këto intervistat e mia. Unë jam i lirë, unë jam në vërtet i pa angazhum në politik, në biznes në Shqipëri, domthon çdo gjë e kam këtu në Amerikë dhe mundem me fol i lirë. Pra ne kam marrë këtu në vërtet, dhe nuk flas as me
me thonë jap jetën për Sali Berishën, as për një lider shqiptar, mundona me thonë ato që unë e një personalisht në shpirt edhe besoj. Unë besoj ke drejta, ke ligji, ke demokracia, por i shoh komentet që njerëzit bajnë edhe flasin në mënyrën më arrogante ose si me thonë, doli ky, po e mbron Saliun, ky ka qenë spion i Saliut, ky ka bo kështu. Domthon, a thu domthon se çdo gjë që unë flas për Sali Berishën ose për Partinë Demokratike. Unë gjithmonë kam thonë ato, edhe gabimet e Partisë Demokratike kam thonë ato që kam menduar që është gabim e kam thonë publikisht. Nuk e kam mbrojt asnjëherë. Unë e mbroj idetë edhe atë filozofin e të djathtas në Shqipëri, por nëse e djatha e shoh që e shoh unë, ti ndoshta nuk e shef, se në filozofi çka shef ti nuk e shoh unë. Domthon ti ke mendim tjetër, unë kam tjetër, por mënyra se si komentojnë të njerëz, domthon duket që kështu e ka organizuar pushtetin Edi Rama. I shef ca njerëz që nuk kanë akonta, nuk janë domthon real people, janë thjesht fake accounts, akonta që nuk ekzistojnë, që komentojnë çdo ditë se paguhen. E me qa paguhen? Paguhen me parat e inceneratorëve, me parat e korrupsionit që bëhen, me gjitha këto afera korruptive. Kështu që unë besimi ke Spaku për mu është zero. Pasi nëse Spaku do ishte në pozitën që duhet, po shkoj pak më mrapa, Erion Velia duhet të ishe i akuzum për inceneratorin e Tiranës. Edhe aty marrën loja, se s'po flasim për Belinden ose për ato përgjime që janë bën në për këto kompanije të ndryshme, se ja di ato Skype, whatever, çan ato kompanije të huaja që kanë bë përgjime të zyrtarëve shqiptarë dhe të drejtësisë shqiptare. Atëherë, kush është në vërtet Spaku? Thjesht ata janë njerëz që paguhen marrë një rrogë bagit majme dhe do veprojnë në bazë të momenteve që ta tërheqin publikun sot, nesër del një gjë tjetër, harrohet ajo, del një diçka tjetër, edhe kështu shkon Shqipëria duke u rregullis. Domthon u bën 36 vjet, si vjet është 2026, ti nëse don me kry një punë në Shqipëri ti se kryen dot, po nuk dhe para, pik. Se s'ta kryen ata, shko ke zyrat, edhe nëse takon 1000% ata të vënojnë, ta pështjellojnë punën, dhe mund të vënojnë, të po so shefi këtu, po është në kafe, po hajde nesër, po zotni jeta shkon, hajde nesër, hajde mas nesër, dhe mund edhe kështu njerëzit detyrohen atër, edhe nëse se kanë qëllimin me bë korrupsion, detyrohen që për hir me kry punë, duhet me pagua. Vetëm fakti, si më tregojnë njerëzit këtu me këto përveç me letrat e shtëpiave, njerëz që kanë ardhur sidomos nga veriu që kanë dashur me bë ato dokumentat e shtëpiave. Aty ashiqare, nëse ti kërkon që të bësh legalizimin e shtëpisë, të kërkojnë pare ata punës të bashkisë. Duke filluar nga Komza, nga Paskuqani, në Tiranë, domthon kështu, në mënyrën më profesionale, thot, duhen kaq para nëse don. Nëse s'don, bas i bo. Tash, cila është rruga? Ku do manku se shefi është edhe më i korruptuar se ai punëtori. E shkon deri te kryetari i bashkisë, e shkon deri te kryeministri. Kryeministri dele thot që këto është vend drejtësisë, nuk ka korrupsion, presim drejtësinë, presim kushtetuesen, a kupton, është unë do thosha që shteti i Enver Hoxha ka qenë më i mirë për shqiptarë se sa sot është shteti i Edi Ramës. Garantoj që me vun çdo aspekt pavarësisht diktaturës së mbylljes që ka pas Shqipëria, Enver Hoxha ka vrarë, ndoshta nuk e di se sa janë numrat që ka vrarë për 45 vite, vetëm sa njeriu është larguar që nuk kthehet asnjëherë s'ka për të kthyer, nëse ka nik
1 milion banor kanë për të kthyer ndoshta 10.000, 15.000, ja 20.000, 10%, 20%. Pjesa tjetër ka i nga Shqipëria, s'do kthehet asnjëherë. E kjo është thjesht politika që ka bë Edi Rama me të majtën në Shqipëri. E bashkëpunim me George Sorosin. Domthon, njerëzit harrun George Sorosin faktikisht, por me pa komplet botën përgjithësi këto 30 vitet e fundit, se si bota është çorditë në përgjithësi në çdo aspekt, pak a shumë këto janë pasojat që George Sorosi ka arrit me ndiku të në përgjithësi të këtë qeveritë e botës, pasi gjitha fondacionet që kanë qenë që nga Shqipëria, që ka qenë në 90-ën, me bursa që ka dhënë, me shoqëri të hapura, me gjitha ato organizata që kanë qenë në teknikët të George Soros dhe janë financuar prej tij, gjitha ato njerëz se ne kena pasi shprehje se i thon qeni aty ku han le. Kështu që gjithë të njerëz që kanë qenë pjesë e financimeve George Soros, sot janë në për media, janë në për vende kyçe, në për qeveri të ndryshme, edhe të gjithë e kanë ndikua atë influencën ose ato politika që kanë qenë të George Soros. Ti shive vetëm sot sa damet po i bën e majta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë që sot Shqipëria, Amerika sot është pothush në kaos, pasi për 4 vitet e Biden, kufini ka qenë i hapur, qis ditën e parë, domethënë që ata kanë ardhur në pushtet, i kanë thush i kanë zhvlerësuar ato urdhrat që pa Trumpi në periudhën e parë ku ishte president. Kufini u bë i hapur, në çdo ditë ke pas nga 3.000 e 4.000 veta si mas statistikave vetëm nga Fox News, kanalet e tjera asnjë nuk e shfaqin këto, nuk i japshin informacion publikut se çfarë po ndodh në kufi të Amerikës. Atëherë normalisht kur ti le derën hapur, aty futen njerëz të mirë, futen njerëz shi, futen kriminal, futen njerëz që kanë bërë krime në për vendet e tyre, edhe bëjnë pjesë e shoqërisë amerikane, edhe bëjnë krime, bëjnë të gjëra që po bëhen sot. Ti vetëm para 3 ditë domosdoshmë në një si më thon aksion të këtyne ISIS, që ISIS janë të që merren me arrestimin e njerëzve që janë pa dokumenta. U vra një Amerikane diku nga 32 vjeçara pasi ja bllokoi rrugën ISIS. Me pa këta të majtit, politikat e këtyre të majtëve, me CNN, me gjitha këto që e suportojnë të majtën, edhe është shumë habeshme domosdoshmë se gazetarë sot nuk janë rand, nuk janë fake. Janë gazetarë që i bajnë shërbim pushtetit, original sikur në Shqipëri. CNN, domosdoshmë që ka qenë, që thoshin kanë pas sikur parull që the most trusted news. CNN sot është the most untrusted, kanali më i pabesueshëm është CNN sot. Me gjithë ata Anderson Cooper e me këta gazetar, pasi i shërbejnë sistem, i shërbejnë të majtve. Po si mundesh me thonë ti që populli ka drejt më ngritë se po i kthejnë emigranta që janë pa dokumenta, emigranta që kanë bërë krime? Si? Ai që ka bërë krim zot një të shkojnë në vendin e vet, pik. Nuk e du këto. Unë jam amerikan për vete, po nuk dua zëzak prej Somalia, prej këtyre vendeve që vinë edhe bëjnë krime. Po i paguajnë, janë të krejt, domthon të paguar nga dikush që dalin e protestojnë. Ajo humi veten thjesht se e humi jetën se i kundërshtoi policit, e deshim me vrarë policin. Atë këto mediat e majta, e të majtit, si më thonë, e ndezin. Original sikur ka bo e drama në 21 janarin. Exactly, sikur po bën sot Amerika në Iran me opozitën. Se Amerika ka normalisht ka forcë edhe e ushqen opozitën. Edi Rama ushqej ata
për krahas time 21 janar, edhe u detyrua që u vranë 4 veta, 4 shqiptarë shkret për karrikën e Edi Ramës. Për karrikën e njeriu që vazhdon ta vjedh masivisht popullin shqiptar, vazhdon t'ia shesin pasurit toksore, nën toksore, pozitat më të mira që vendi jonë i ka t'ju japin të hujve, pa asnjë lloj marrëveshje. Unë nuk jam që Shqipëria të izolohet, mos të kenë investitor të huj, por gjitha këta investitor janë me, si me thonë, janë me hije, janë me shedit. Se ku shkon i gjonë sa investitor ka Arabia, ka vendet që janë të korruptume, është shumë habishme se pak investitor ka investitor Amerikan ose Gjerman, se ku i gjonë këto investitor nga vendet dhe që janë kanë probleme në vendet e tyre. Por përdesa drejtësia shqiptare mos ta godasin kreun në organizat, sikur se thot ai ish zëvendës kryeministri, unë nuk besoj as ke edhe nesër me arrestu Belinda Ballukun ose Veliaj ose arrestoj atë ish ministrin e Rëndës, si ka ai, që ishte në Burg, se po ja harroj emrat tash. Samir Tahiri. Samir Tahiri. Shqipëria u kthy komplet një vend marijuane, gjithë Shqipëria. Edhe kjo ishte thjesht e lidhen me policinë, me njerëzit që ishin në pozita në çdo rreth, që marrin atë pagesën e tyre, me doganat, e njëjta gjë. Shko doganier, ti duhet më ia dhon shefit atje në Tiranë, shefa çdo gjë kalon. Unë para asistova disa kur kaloj kufinin nga Shqipëria për në Kosovë, edhe kundërta në një moment po kalosh aty dhe policia doganore. Unë disha këto policia kufitare, do më këta që të kontrollojnë pasaportin, po kishte edhe një polici doganore, do më doganat, që bëshin kontrollën aty njerëz që vishin nga Kosova. Mas një bisede, më thot ai persone, thot, në që, thot, unë nuk paguaj asnjëherë dogan. Po i thash si s'paguën dogan? Tha, no, shumë e thjeshta. Këto tha paguajmë ata doganjerët, nëse me rregull mu më kushton me paguë 1.000 euro në dogan, ta ja 500-600 aty në doganjerëve, ata ja çojnë atë hisën e vet, pjesën e vet atij tjetër shefit atje në Tiranë, edhe çdo gjë kryhet. Domthon shteti funksionon privat. Kaq. Kështu që atë shtet e kena ndërtu vet, atë shtet e mbajmë vet në fuqi, edhe vet populli, fakti që sot nuk ngrihet askush, e kanë humbë besimin edhe te vetvetja, se ti kur humb besimin nuk ngrihesh. Domthon e din që edhe me hek këta hajdut do vinë do hajdut tjerë, se janë hajdut vet, domthon çdo njëri që shkon në pozitë Shqipëri, që do më shku për pozitë ose me luftu diçka, vetë ju populli nuk i beson, edhe sikur me pas një biografi shumë mirë. Thot, ky do shkojë, thot, me u bë hajdut. Pse? Ashtu ka konceptin e ndërtuar, se thot, ai është hajdut për vete, edhe thot, edhe ai ka për të mbjell. Vetëm fakti mas zgjedhjeve që u bën, domthon grupimi i partive që bën si më thon koalicion përpara se me hyrë zgjedhje në Shqipëri, të zgjedhjet e fundit, domthon Llapaj me këto partitë e tjera të vogla, me Shehaj, që dolen veçantë. Nëse ti thjesht lufton për një qëllim vetëm që me rrezu qeverinë e Edi Ramës, atë duhet mu bashku për hir një gjë më të madhe, jo thjesht për hir një karrike ose një pozite që merr në parlament ose një rrogë që merr në parlament. Edhe fakti mas zgjedhjeve e pam domon se si degeneroi situata, domon që nuk arritën me bë asnjë lloj koalicioni, nuk arritën me marr as deputet sa duheshin, sa mendoshin me marr. Fakti që sot Llapaj del edhe bën një tubim para kryeministrisë, që është diçka normale, por fakti që nuk ka suportim tregon se populli e humbi besimin, edhe nëse ja dhan 70.000 vota sa mori, domethënë që nuk i di saktë numrat, sot nuk dalin. Ku janë ato 70.000 njerëz që votuan për Llapaj? Se e pan që edhe Llapaj ishte thjesht
një person që lufton me fitu diçka, me marrë diçka për atij vendit. Kështu që është shumë e vështirë, nuk e di se si çfarë rrugë ka përshu Shqipëria në të vërtetë, ose çfarë rrugë zgjidhje me dhon, përveç se me thon, sikur se Venezuela që sot Amerika ja mori presidentin për 48 minuta e solli këtu. Nuk e di përveç se marrë një shtet tjetër me na drejtu se shqiptarët në vërtet nuk kanë dhënë prova që mundën me bë shtet. Në Kosovë kam pas shpresa më të mëdha dhe kam prap besoj te populli i Kosovës. Në Shqipëri ne asnjëherë s'kena ditë me bë shtet, asnjë ditë s'kena ditë me respektu ligjin. Gjithmonë kena bashkëpunu me njerëzit që kanë qenë armiq Shqipërisë, jena korruptuar. Edhe në kohën e Turqisë, përhiret përhiret një prone që s'ta ka regjistru me pagu taksa, ose përhiret se të ka thënë që nuk t'i çoj fëmijët ushtar, ose për shumë e shumë sende tjera, domthonjë një na bë bashkëpunëtor të turqve. Kështu me Gjermanë, kështu me Italianë, domthonjë ky lloj populli jena, fatkeqësisht edhe nuk e di se ne themi jemi popull i lashtë në Ballkan, por në përgjithësi kompleta e pjesë ndoshta që ka qenë e ndikuar shumë edhe prej shqiptarëve që nga Kroacia deri në përvezat e në Greqi, gjitha pjesa e Ballkanit është pak a shumë e njëjtë. Sa s'bet në për raporte në për këtë vend e shef punëtorët e mbështetën në për raporte të pi cigare, do me kry një punë, shkojnë avash, ndryshon komplet sistemi. Nuk është mundën me dhejt me orë tana, me ditë tana me shpjegu, se si unë e shoh për vete, nuk e di se si e shohin tjerë, kur largohesh për Amerike, se si ballafaqohesh me një sistem komplet ndryshe kur shkon në Evropë, sidomos në atë pjesën e Ballkanit.